Selam aleikum të dashur shikues Radio Televizionit Iliria, mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën. Ju falenderojmë të gjithëve që jeni pranë ekraneve dhe keni ndarë kohën me qenë bashkë me neve. Si zakonisht të ftuar në studio kemi profesor doktor Shevqet Krasniqi. Në emisioni është i drejtë për drejtë. Ju mund të bëni pjesë e emisionit duke telefonuar në 046 2200 22. Ndërkohë emisionin tonë përveç që mund ta ndiqni nga valët e Radio Televizionit Iliria, transmetohet edhe nga gjitha rrjetet sociale të profesorit të nderuar Dr. Shevqet Krasniqi në Facebook dhe në kanalin e YouTube-s. Profesor, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu, mirë se gjejmë. Allah ju shpërbleft e ju nderoft, që dhe sante, si çdo të martë tjetër, prej orës 21 jeni bashkë me neve dhe me shikuesit tanë. Profesor, këto ditë ke qenë aktiv edhe ti në për disa aktivitete që u mbajtën imami Qabës në Kosovë, u mbajtën ngarat e Kuranit, kanë kriju jashtëzakonisht shumë emocion të krejt na që e dojmë këtë fe dhe dojmë këtë din. Cili është komenti jot për krejt këto ngjarje? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Po është vërtet se javën e kaluar, respektive deri para 2 ditë, të është edhe 2 vikendet. Vikendin e kaluar edhe javën që shkoj. Tek ne në Prishtinë ka pas një aktivitet shumë të mirë, kulturore fetar. Duke filluar me hapjen e një tende, cila në mes të Prishtinës, nga ana e Ministrisë Fesë së Arabisë Saudite, nëpërmjet ambasadës Saudite në Shqipëri, në koordinim me Bashkinë Islame dhe natyrisht edhe me qeverinë tonë, ku janë shfaqur shumë gjëra kulturore edhe fetare në atë tendë, që është quajtur orë lidhëse mes dy popujve, popullit shqiptar dhe popullit saudit. E që ka shfaq interesim jashtëzakonisht të madh. Për herë të parë është bërë në Kosovë dhe 10 mijëra njerëz e kanë vizituar, jo vetëm nga Kosova, por kanë pa njerëz nga Maqedonia, nga Sanxhaku, nga diaspora, ka pas njerëz shumë edhe jo musliman, të cilët janë interesu për me vizitu dhe me pa gjëra për së afërmi që kanë të bëjnë me kulturën islame. Veçanti të kohës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Qabja, Medinja, shumë gjëra. Ka qenë diçka e mirë, vërtet e mirë. Të gjithë ka pëlqyer. Mënyra e shkrimit të Koranit, fazat e shkrimit të Koranit, deri tek tani se si botohet shtypet Korani, se shpërndahet, llojet e kaligrafisë, shkrimeve, të stileve të ndryshme, mimberi, hutbja në fakt e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë të improvizuar natyrisht, shumë gjëra të mira shumë. Por më madhe se sa kjo, kanë qenë ngarat e Koranit që janë mbajtur tek ne këtu në Prishtinë, javën e kaluar. Dhe kanë përfunduar para 2-3 ditë. Jo në diellën pardje. Diellën po, kanë përfunduar të diellën. Ato kanë qenë diçka madhështore. Ku për herë të parë mbahen ngara ndërkombëtare të Koranit, ku marrin pjesë 22 shtete evropiane, organizon Ministria e Fesë dhe Vakufeve të Arabisë Saudite në bashkëpunim me Bashkinë Islame tek ne. Dhe vërtet ka qenë diçka mahnitse, prekse, emocionuese shumë, sepse shef aty djemë dhe vajza aq përkushtuar për Koran, është dhanur mas librit të Zotit, sa që në fund del me një konkluuz.
madhështia e Koranit, madhështia e kësaj feje. Korani zë një vend pa zaventësueshëm në zemrën e çdo besimtari. Vendin e Koranit në zemrën e besimtarit nuk e zën asgjë. Nuk zaventësohet ajo dashuri, nuk mbulohet ajo pjesë e zemrës që don Koranin me asnjë lloj arti, kulture, me asgjë, as nga ana materiale, as me asgjë të kësaj dynjaje. Të shohësh djemt dhe vajzat nga Belgjika, nga Roma, nga Zvicra, nga Gjermania, nga Ukraina, nga Estonia, nga vende të ndryshme, të lindur, të rritur në mes të Evropës. Dhe tjetë hafiz i Koranit. Përkështohet atë shumë për Koran, të lexon atë që rrjedh shumë Koranin. O, Zoti i Madh. Pastaj shqiptarët e tonë, sa hafiz i ka ardhur për Shqipërisë. Çfarë zëri, çfarë këndimi të Koranit. Ajo Shqipëri që unë, përderisa ata lexonin dhe garanin, testonin provim, unë meditoja dhe kujtohesha, o Zoti jam, dhe shëvëdojtën, o Zoti jam. Këta të Shqipënisë Tiranës, të Kavajës, të Elbasanit, të tjerë këta të asaj Shqipërie, që për një periudhë gati gjysmë shekulli, e në veri i mallkuar qoftë atje ku është. I avëri veti detyrë ta shohaj Islamin përjetësisht, ta nxjerrë nurin dhe dritën qiellore nga zemrat e të gjithë shqiptarëve brenda shtetit shqiptar. Tani të dalin djemë dhe vajza, të cilët e din Koranin për men shkrejt. Sepse aty ka pas pjesë Koranin krejt, gjysmën Koranit, një tretën Koranit, në 5 gjuza, pra për shkrejt ata që din krejt edhe të tjerët, futen që aty, aq mirë, aq rrjedhshëm. Kjo është me ta forcoj imanin, me ta shtoj imanin, me ta shtoj bindje dhe më shumë në librin e Zotit, në madhështinë e librit të Zotit. Dhe se dini Allahut nuk ka kush që ndal. Dhe se Allahu ka me nxirr prej kësaj gjenerate, djemë dhe nipa, djemë dhe vajza, nipa stërnipa të cilët kanë me adhuru Allahun e madhruar. Dhe kanë me ringjall Islamin dhe janë duke ringjallur Islamin i trojet shqiptarët e Ballkanit në përgjithësi. La ilaha illallah. Pjesë e këtij manifestimi apo kësaj madhështie, të këtyre ditëve të mëdha për popullin ton nga ana fetare gjithmonë, sepse dikush nuk e konsideron këtë të hajrit të mirë, të drejtë e tina është, por për ne muslimanë po flasim, ishte edhe prezenca njërit prej imamëve të Qabes, ku vërtet i dha një aromë të mirë Prishtinës, xhamiave të Prishtinës, xhamatit të Prishtinës, imami Qabes, që në nderoj me ardhin e tina, prezencën e tina, edhe në për xhamia të ndryshme, në për ne të ndryshme, por edhe në mbylljen e programit të këtyre garave, ku edhe e morri pjesë dhe ishëm bashkë në një drek me te, e me ambasadorin e Arabisë Saudite nga në Tiranë, me miftin dhe stafet e këtyne. Vërtet ishte një kënaqësi e mirë, e veçantë, një ndjenjë e veçantë. Po mbi të gjithashtë, i është prezenca e atyre luleve, atyre djemë dhe vajzave, të cilët i dhanë aromë, jo vetëm Prishtinës,
për këtë Kosovës. E ka me bukur dhe me mirë se sa haro me Koranit. Elhamdulillah, për Zotit e Zotin na mënsaj mi prit të ditë, inshallah Allah na mënson të presim ditë të tjera dhe më të mira. Ja Rabbil Alamin. Po. E presim telefonatën e parë për sonte. Selam aleikum. Aleikum selam ve rahmetullah ve berekatuh. Urdhëni. Kisha pas një lutje, se nuk më thirrë për pyetje, por një lutje për hoxhën, nëse ka mundësi, se kena një hallkë gjithë madh në familje. E nëse ka mundësi masi të kryet emisioni, kisha pas qef mu këshillu pak me hoxhën privatisht, nëse ka mundësi. Tamam, thirr në regji. Mas emisionit thirr në numrin e regjisë edhe inshallah ndan kohë profesore. Faleminderit shumë, Zoti ju shpërbleft. Zoti ju a lehtësoft inshallah. Amen, inshallah, faleminderit. Profesor, një dëgjues pyetet, a është obligim të themi inshallah kur bëjmë lutje? Është fjala inshallah do të thotë ndashtë të Zotit. Për shembull, ne mirëm me vesh për diçka, ta zame thot dikush na thot neve, a bën me na fol për filan temën, ta zame fil javën e ardhshme. Dhe them inshallah. Çfarë bie kjo? Pra, unë po të premtoj po, por inshallah nëse dënë Allahu, apo me lejen e Allahut. Sepse pa lejen e Allahut nuk bëhet asgjë. Çka thon Allah Azza wa Jalla në suratul Kahf, "Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah." Mos thuaj se unë do të bëj diçka nesër, por thuaj inshallah ndoshta Allah do ta bëj. Ndoshta Allah asgjë nuk bëhet. Asgjë nuk bëhet. Njëra absolute. Andaj, Allahu në përmëtja jeti, po në edukon neve, po në mësa neve, që ne si musliman, çështjet në të ardhmen, jo në të kaluarën, se sështë nuk tingëllën mirë me thonë, unë e dje isha të dojtë, inshallah, unë dje isha në shkollë, inshallah, thuhet është. Por inshallah thuhet për të ardhmen. Në mësën Allahu që të themi inshallah. A kemi ma kry këtë, a kemi bo këtë, a ma premton këtë, a bon këtë, a takom, inshallah, ndashtë Allah. Pra premtimi imi është po, por nëse dënë Allah. Nëse dënë Allah. Tamam. Pra Allah në mësën në Koran. Dhe në të regon edhe të regimit pejgamberve, Musa a.s. I tha Hidrit, inshallah, inshallah, se të gjithëni inshallah sabira. Kima më gjithë inshallah ta'ala për sabirlive. Inshallah, ndashtë Allah. Ndashtë Allah. Në anën tjetër atje, sepse Musa i tha Hidrit, po du me të shëqru, Hidri tha nuk mënesh me rezistu me bë sabir. Musa tha inshallah ka me bë sabir. Inshallah, premtim, inshallah. Atje Ibrahimi a.s. Kër i tha birit vetë Ismailit, o birë, unë e kam pa andër se po të thejre kurban, qëfar me ndën ti? Dhe i bekuar, tha baba zet, baba qka do, qka të duash, qka i urdhru kryje. I falë ma to merë, se të gjithuni isha Allahu, se të gjithuni insha Allahu, me në sabirin. Beja të që i urdhruar, do të me gjesh mua për sabirlive. Tamam, dhe kemi edhe hadithet të ndryshme që të regojnë për këtë fjali të bukur, shumë do me thonë se që ne muslimanët e përdorim gjithë. Tani të dispozita sajna. Kjo nuk ka vajgjib me thani. Nuk është vajgjib. Vajgjib është kur kemi një urdhër të prejmë, nëse lena të hinë në gjëna. Por nuk kemi urdhërni. Imam Neveviju në Sahih Muslim thotë se është preferuar mustahab të themi insha Allah duke bazuar në jetin kuranore të surës Kahfit se ku më lart mësoni se ne do të bëjmë diçka pa thënë insha Allah dhe për bereqet duke kërkuar për Allahut të lehtësim këtë punë dhe me kërku bereqetin. Andaj themi insha Allah taala. Pra nuk është obligative vajib, por është preferuar mustahab. Allahu alem. Presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam.
Mirë se erdhët, urdhëni. Desha t'ja bëj gjithë një pytje. Qika e ka marrë një dhuratë për Bajram për një shoqes sajna, e ka një fustan, po masi baba i sajna e ka një restoran, edhe në atë restoran ushqimi është halal, po e njëna them është që a i shet alkohol. Edhe nuk e kum la me veshen se nuk e kum dit a është a bon me veshen, a jo pasi nështë nuk u ble krejt në pare halal. E qartë. Faleminderit për natën. pyetjen. Gjithë mirat natën e mirë. Po, bën me vesh festanën. Qa, kur dikush tap diçka, nëse ka parët e përzira, halal dhe haram, të ketë drejt pas një problem me marrëte. Nuk e kemi një për detyrë me pyet me cilat parë ma ka blerë dharat. A me parë halal, a me parë haram. Ngjajshëm është edhe kur shkoj me hangër bëk dikon, mësafir. Na thirr dikush mësafir. Të zomi, në Ramazan thirr një iftar. Ose bëni drejka një darkë është Ramazanit dhe të fton. Të një atë person. Pej as deri në zhë është haram. Ose ka haram, por ka dhe halal, sigur kjo rast. Tash, nëse ka haram dhe ka halal, të e ki pa problem. S'ka problem me shkunsh, me hërë bëk pëjtina. Dhe nuk e ke për detyrë me pyet, unë ka marrë të ti, po se di, qëta është qim që ke blej me pare halal haram, s'ka ne punë është. Ama, që është tjetër, rasti tjetër, kur të edhin se ajo është prej as deri në zhë me haram. S'ka biznis tjetër, s'ka të ardhara tjera. Ka me fajde, ka me alkohol, veç me alkohol mirë. Ose runa zëtë kafë, kësa farë kafe një kazine, kësa faqet zeza natën, kafet natës, ku këtë me haram është aty. Ka bastore, matë me to. Forma haram, që një shëriati që uajmë haram, fitimin ati lekoj që uajmë haram. Në kësa raste, prap se prap, te haram se ke. Nëse të për shamull këtë kompjuter, të për këtë tesh, të për plava motra, fëstanin, ose dhe bukën e sehan, haram se ke, ama është për dëveçmeris të akbalokot, nëse mundesh me ik. Për shamull të këtesha, unë për vete, për vetë, tem. Po të madhërej dikush një gjësan, një katesha, të zombi. Ose të qka do të qoftë, ose një qka, orë, kompjuter, sahat, qka do të qoftë, telefon. Dhe di sa është haram krejt. Nëse muj mës mja marë, s'ja marë, por ndoshta s'muja rafëzej ngushtona. Atëherë, qysh ma ka dha mu, jepi ti kujt tjetër. A i tjetër nuk e dim kujt e ka marrë, ne? Barveti nuk e veshe, nuk e përdori, e jepi atina. Sepse s'du të ha diqka, qka e di 100% se apo të veshja, apo të përdor diqka që e di 100% që është haram. Nuk dua. Tamam, është dëveçmeri kjo, takvallok. Po nëse vepran, haram se ki. Se disa është qarova. Po. Ta më në kuptushme, presim telefonatën tjetër. Selam alikum. O, alikum selam. Mirë se erdhët, urdhëni. Po të një pyetje të rozën. Po. Hoxha në jam namazlu që në TikTok, por që ta shimë su prej Ramazanit me lexu Kur'an. Po përjetoj shumë knasësi të morë të lexu Kur'an, por nuk po di që shmi është shpjegu njerëzve atë knasësi që po përjetoj. Edhe ishta një këshill për vëllezërit tonë, për rëndësinë e leximit të Kur'anit. E çka shkota?
Allah të rujt. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit shumë. Gjithë mirat në të një. Ky vllau po do më nda me neve gëzimin, po më na përgëzua dhe neve, atë njëjtën kohë ja kujtu të tjerëve që leximi i Kuranit që nga kënaqësi, dhe ashtu është. Dhe kënaqësia është pjesë shme të krahazim me, apo është pak të krahazim me sevapin e madh që merr robi me leximin e Kuranit. Kurani është ibadet i madh, është adhurim i madh. Leximi i Kuranit është adhurim në vetë. Leximi i Kuranit është ibadet i madh, është adhurim i madh. Ne mjafton hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çdo shkronjë, Allahu shpërblen 10 për 1. 10 për 1. Çdo shkronjë 10 për 1. Nëse një që shkronja, nëse lexonimi shkronja, në pak faqe, më 10.000 sevape, ku i gjon ato sevape? Ku i gjon? Numri i shkronjave të Kuranit, parafërsisht, është 322.000 se 3.000. Tash kur shumë fishojnë me 10, sa del? Sa sevape? Pastaj është libri i Zotit. Dhe është dëshmi se ti e dën Zotin. Sepse e dën librin e tina. Sigur se kur ne falemi, e agjërojmë, kur ne duam dinin, kur ne gjelëzojmë për din, kur ne mërzitim me na kesh dinin dikush. Mërzitum fort mërzitum. Kupum, pëlsasum. Ashtë nësë kemë që bojmë, amon vetë vetën tonë mërzitum shumë. Edhe jo rrallë herë, 100 herë, shumë që të Kosovën tonë të vogël, ke qytetarë musliman, që kur del dikush të lezerë, shanë dinë, fletë keqe e prek, pa pullën e shymë, e nalë, sepse së më në dëgjën. Edhe nëse ngan të ngritë tensioni, të shqetësu, të dosh me kupë. Pse bëm fletë keq për fe? Pse bëm këto? Çka dëshmon kja? Ky veprim, kë ndijen i tina. Dëshmon se dën dinin e Zotit, ai që dë dinin e Zotit, rëndëm se dën pranaren e dinit, e dën Allahun e madhëruar të barëki vë ta'ala. Ai që dën Allahun, e dën Allahu atë. La ilaha illallah. Kështu që leximi i Kuranit është ruajtja e lidhjes me Allahun e madhëruar. Me rujt lidhjen me Allahun. Rujtja e lidhjes me Allahun është rujtja e lidhjes më të fortë që mund ta ketë dikush këtë dynjë. Allah të rujtë e nderuar. Po. Presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Apo ndëgjon? Po dëgjosh, urdhëni. I kam 2 pyetje për hoxhën nëse ka mundësi. Po. Atëherë unë kam një shoqe prej Bangladeshit edhe i foli shumë për hoxhën edhe më ka përësit m'ja bo një pyetje. Nuk e di se kanë gjuhë prej vendit vet ajo, po më tha siguroj edhe të hoxha jot se është e liuma apo ndalu me mlukit pjesën e mjekrës, nuk e di se sa po më shpjegu. Dhe me thonë, kur ta vënën shamien, hijabin, me mlu edhe mjekrën, mos me lanë qafën shplut. E qartë. Është e leju në ndalu me që kjo gjo. Edhe për qerapa, të gjithmonë me vesh qerapat, apo banë edhe fustanin e gjatë kredit e kontë. Amo prap ju shihen pa kontë, po pa qerapa. E pyetja e dytë është, e di që hoxha ka thonë shumë herë mos me vetë për emra ma ban halal, po pasi është një për emra të Allahut, deshta me pyet për siguri se pesho që u të përhap shumë emri Matin, edhe nuk e di se është për emra të lejum apo jo të lejum ja vlon fëmijëve. Për shembull Malik ban, po e Matin, a ban edhe emri Matin? Ma ban halal për këtë pyetje, po inshallah më më përgjigj. Te pyetja e parë, a lejohet, a ndalohet, mos ke dashur me pyet, a është e pëlqyeshme? Ose a është obligim? Nuk e di. Ajo po thotë është, ajo po thotë
E qatë. Profesorëve Gjën? kupton. Mos e pa marrë këti, unë S'është në kuptova, rregull, pa Mira. marrë, pa marrë. Faleminderit. Okej, Selam faleminderit. aleikum, Ciao, ciao. gjithë mirat. Tek vërja e hijabit, respektivisht mbulesës e femrave, femrës bën lejohet më duk fytyra. Dhe shëplakat e duarve dhe kaq. Shpotat janë avret. Dhe me këta jepet përgjigje për pyetjen e dytë. Shpotat janë avret. Tani a mbulon ti me çorapa, a mbulon ti me fustan të zhak për toke. E çështja jotja. Me rëndësi është nëse falesh me shputa kamve të dukshme, namazës e ke tamam. Nëse del në rrugë dhe shife në shputat e kamve, djes të ka duk një pjesë avretit dhe ke gjëna. Pra, femra, muslimane, dohet me mbulu trupin e saj për pas fytyrës dhe shplakave të duarve. Mire, çka është fytyra? Cili është kufini i fytyrës, për kufizimi i fytyrës. Këtë mesele e gjej më së miri të detajuar në fillim të librave të fikut kur flasim për namazin. Respektivisht për abdestin, për farës të abdestit. Ku Allah i madhruar thot, faghsilu wujuhakum, lani fytyrat e juaja. Idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Kur dëni më falë pra kur të merrni abdes, lani fytyrat e juaja. E çka është fytyra? Çka fytyra? Çka ka për qëllim Allah me fytyrë? Allahu i madhruar me fytyrë, kthehemi nga ana e gjuhës arabe, sepse Kurani ka zbritur arabisht. Çka kupton? Ma huwa al-wajh. Arabisht bin wajh, fytyra, wujuhakum. Fytyra, al-wujuh, wajh në gjuhën arabe, është ajo çka ballafaqohesh me tjetrin. E shet ati fytyrën dhe ta shet ty. Më ndryshe, është prej ashtit në alto, ku përfundon balli këtu në alto. Ka s'ka flak për këtujt. Dhe deri poshtë tek ashti mikrës. Për së gjati dhe për së gjeri. Prej skajt të veshit në skajt të veshit. Kjo është fytyrë që dohet me pastru për abdest. Andaj, ne fytin se kena obligim me pastru në abdest. Nuk e kemë vajgjep. Nuk është obligim. Sepse nuk është fytyrë. Fytyrë është kjo. Tani të abdesti atje nëse ka mjekra, s'ka mjekra, ato s'pona vyneve këto, e femrat s'kan mjekra. Ta që kjo pjesë, deri të ashtë. Kjo është fytyrë. Që kjo bën me duk femrës. Me duk qafa poshtë femrës nuk banë. Për ata të motrat të cilat e unojnë shamin këto, edhe lidhin shtë poshtë dikon, dhe i duke qafa këndej, aty në është duk një pjesë e avretit. Për ata mënyra më e mirë, më e sigurt, për me qenë femra e mbuluar tamam, është me mlu edhe pak mjekra, që mos një dukje fare. O nëse nuk e mlan pak mjekra, minimum me qenë deri këtu. Po. Për dytën e dhamë për punën e shfutave, e për Metin, ka emra plet Abdul Metin. Jo Metin, Abdul Metin. Abdul Metin, po. Presim telefonatën tjetër. Nuk kemi telefonat, shkojmë në një blok të shkurt marketingu të rikthehemi prapë në studio. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe përfasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja.
Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Ta njohim të vërtetën, ku jemi drejt për drejt me musafirin e nderuar doktor Shevqet Krasniqi. E kemi telefonuesin që është u prit, e presim. Selam aleikum. Selam aleikum, jeni drejt për drejt në emisionin Ta njohim të vërtetën, mirë se erdhët. Apo na dëgjoni? Alo, shëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Selam aleikum, do është një pyetje për hoxhën. Aleikum selam, po, patjetër. Na e pedi që nuk duhet me pas fotografi 100, ka thonë hoxha me 100 herë ndoshta, po në komunë Podjevës na jetojmë ato, edhe një hoxh na ka thonë i xhamis që bën me pas fotografin mor, po jo në drejtim ku falesh, veç nuk duhet me kon përballë ku falesh. Edhe pyetja tjetër do është unë prej gjojve kom problem, rrallë herë më do, po më faljon karrik. A bën me pas papuqe matën, a do të me kom veç me çorapa prek në tokë? E qartë. Ju përshëndes, me selam aleikum. Aleikum selam, Allah i Edhe ne trujt. të përshëndesim, aleikum Nuk ke selam. nevojë me zbath papuqe të motër, me papuqe me s'ka nevojë me zbath papuqe. Nuk ka nevojë. Sikurse që nuk ka nevojë edhe këpucat me hiq apo çizmet, nëse je duke falur në punë. Në fush, në zyre, në ambient hapën, nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Tek 4 mëdhëbet, falja me këpucë është sunet. Nuk ka nevojë. Kështu që edhe në shtëpi, nëse jemi papuqe ose nuk ka nevojë me zbath, ose me diçka tjetër, asnjëherë. Tjetër është që të pengojnë ato më ranë rëkuën sejdë nëse të pengojnë, ose kur hina në xhami është meselë tjetër, se nuk ka logjik na me hinë xhami me këpuca, me plahnin e jashtë, me shty imrana, se s'ka kultura jo, se s'vinu hiç, por në parim, në rregull është. Andaj falesh me papuqe të pas një problem. E se përket fotografive, mbajtjes së fotografie në mori, ashtu që kemi thënë, siç kemi thënë, ne vazhdojmë të themi. Po, është e vërtetë se vendosja e fotografive në anën e kiblës është më e rëndë se sa anash. Po që është veç më e rëndë, po të nëndë ndaluar është. Ndaluar në të nëndë, amo më e rëndë është përballë. Për atë në vendet ku nuk mundesh me hiq fotografit. Mundo me gjetë një qesh dikon, një skaj dikon, një kanë ku përballë bile s'ke fotografi ose s'ke skulptura. Mundo me gjetë. Por kjo kur s'mundesh me hiq, ose si në shpitane, i vend të ujës. Ma ishëm në herë një vend, isha i ri atër, po isha i ri si imam. 2004-2005, ku diun, do shta 2005-2006. Dhe njëni më tek, me shkun filan vendi. Është të famshme, andeje, këndeje, ka burat mëdheje, ku da diun. A përvlerësën ti? Po, mirë. Asë përvlerësën ti, unë po të besaj. E shëtu dhe së që do të më shku mësëm, që për dreke për iftarë. Iftarë hanë shpejtë, ma mirë se gjithë kënë tjetër, jo ma i qitë. Po, nësë është me sela, mi bëjt davet dikush, ma po hajrin mu dikush, po vibre. Për shtemën, për davet jam. Kër shkumë në të bënëm iftarë, mërkohën falë akshamin. Qëka të kështë është në gjallët, majtë, para, rapa, fotografi. Ko? Qysh më falë? Pak herë kam dje vetën me ansikletë se atë. Da shune isha në shpet huj. Ne, se banëm pak atë pak të quj botë zhurëm dhe në fund të lëmpati ambient të falë ambient tjetër.
Fotografina për shpe mësleni, o musliman. O musliman. Mos i ngjaseni shtëpijat e juaja me shtëpitë atyne që nuk e din Zotin hak. Me shtëpijat e atyne të cilët nuk e kanë dert. A moshë shtëpia me milan që me dreqen. Ne kemi dert. Na musliman të kena dert. Edhe kena shumë dert. Andaj ne kujdesemi. Ne kujdesemi. Që shtëpia tona mos ketë as një figurë, as pikturë, as skulpturë, as e marune, gdhendna, që shdush thuj, që është me shpirt gjallësa, sepse aty nuk hin me laçet. E çka me lyp ne në një vend ku nuk hin me laçet? Me dreqen me najta? Pastaj, a mendoj njerëzit, a nuk e lodhin kryt njerëzit? Pse është nalë, pse është ndaluar vërje fotografive në muri e pikturave të tij? Unë e di që fotografia se ka peshën e pikturës, se ka haramin, po dohani se ka haramin, se ka peshën e alkoolit, se ka peshën e alkoolit dohani. Po të sën thuta që dohën peni sa të mëni se nuk është alkohol. Jalla mos peni kur. Mos pe dohën o burë. Po nuk ka karang në alkoholit, nuk thamë që se alkoholi. Nuk po tha fotografia se skulptura, o ju njerëz. është me lehtë, por prapë ndaluar. Pastaj shikoje urtësinë pse është ndalu piktura. Qatë urtësi shikoje apo zbatohet, apo implementohet, apo përputhet e përshtatet e njëjta fotografisë. Skulptura, përgjallësa, piktura, quhet sure, në gjuhën arabe, që bën njeriu me dorë, ose me vizatim, ose gdhend. Është mëkat i madh për personin që e ka bërë. Dhe në ditën e Kiametit, që ka ardhur në disa hadithe sakta të vërteta, i thuhet atij robit: ja, këtu idhuje, statuje, piktura, skulptura në formë gjallësave, këtu gjallësa që ke kriju ti, jep javë shpirtin. Kush më dha shpirtin? S'moja Zot, jep javë shpirtin. La ilaha illallah. Dhe torturohet në ditën e Kiametit ende pa hyrë në xhenem. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: inna min ashaddi an-nasi adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Për atyre që kanë dënim më të rënd, ditën e Kiametit, janë këta autorë të pikturave, skulpturave, gjithmonë të gjallësave. Është kërcënim i rënd. Për atë arsye ulemat e kanë cekur, kur kanë folur për gjinohat të mëdha, autorët e të librave kanë numëruar, kanë konsideruar në rangun e mëkateve të mëdha. Tamam? Nga ana e personit, por nga ana e veprës si vepër, si pikturë, skulpturë, fotografi, pse ndaluar? Ndalëm me hi shejtani mirë, halema shumë diçka? Po, halema shumë diçka. Ndalëm me hi me laçja? Tamam, halema shumë. Fotografit janë të ndaluar, ille shkaku i ndaluar. Pse alkooli i ndaluar? Shkak të dehjes. Pse i ndaluar skulptura? Shkak se skulpturat i kanë shpi njerëzit në shirk. Me adhuruar ato përpas Allahut, që nga koha e Nuhit. Njeriu kërka fotografinë përpara, edhe sheh babën anë të vdekur. Gradualisht me kohë, a shkon i drejtoj fotografisë. Bën shirk për vrejt hijbre. Na muslimani jena more. O ju njerëz, na jena musliman, mos e lejoni ata që ka ndaluar Allahu ose ka ndaluar pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka vend fotografia në shtëpitë besimtar, po flas në murin vendet hapura. Po fotografia në album, foto në fjok e të tjerë.
Se zgjatëm. Po. E presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Selam aleikum, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Urdhëni. Përshëndetje. Deshta me pyet doktor Shefqet Krasniqin, lutem. E kam një hall, jam një nom, e kam vesh një djalë. Ka qenë në lidhje 5 vite. Apo më dëgjon lutem? Po, dëgjoj shumë mirë, veç vazhdo. Edhe kanë qenë marrëdhënie shumë të mira. Mirë, po na jo kanë dhënë gjithmonë mundësinë, atë kënaqësinë sikur prind. Edhe herë kur pasku një pikë që nusja kërkoi me bashkëjetu me djalin. Dhe ja dham drejtën djalit me bashkëjetu. Mirë, po prap një farë, jo mas një marrëveshje të çnosh mes djalit dhe nusës. Edhe ju thash, o birë, delni, thash po kur delni, nona i ka 2 fjalë me juve. Edhe djalin, non çka, edhe më shtimin në bej. Thash po e birë, thash po t'i thëmë, thash se nese nusja nështë ta i keq kuptam, ta këna dha atë liri, ju me konë bashkë, po kur njët na me hek dorë për teje. Edhe më shku në letë. Edhe djalin, me që ata lotë të mi, ja pas ka pason nusës që une prej sodit, prej prindve të mi, nuk hek i dorë. Ju një gru, po 800 gra me morë, une prej prindve të mi nuk hek i dorë. Edhe e ko paskove puna, edhe një aspekt e shtike, si kur në gjelozi me mu. Se djali po na i ke denjë ora 5, prej 5 shkojken universitet. Edhe kur vike, bëjsha buken non, habir bok, janë gjesha kome një krysha kry, e disha që ko shtres në kry, ju kanë lodhë kom. Edhe jam me një aspekt, tash djali më ka kalzu që ka gjelozu. Pse nona ty, ti je quni nome si vogel, ti nuk je burë, ti qëtu e fjollë, po para me e ju, veç me djali. Edhe rani dit në konflikt me to, edhe kësa djali tha, qka ki, tha, pse i më shove derës. Edhe i shkoj djali më ropa, nuk reagova, i këshyra punë të mija. Edhe i tha, jo, jeni familje presht. Edhe djali pas ka rrug për setre, edhe prap e ka përsërisë atë fjollë dhe i ka ro shuplak. Edhe reagova, unë e kurinja mrena, ma drejtë gjishtin, tha, ti e shtrik, tha se ti krej djallin e ke shti. Mirë, po gjatë gjithë kohës, prindë të vetë kanë thonë që nuk është mirë, e një kohë se nuk është mirë se ka të bone. Okej, këna lënë që ma dritë djellë një djalli edhe ashtë mundësi me rebirë, veç që të ofër dikon deni. Kur të kam nevoj, hajde të nona, kur të kish nevoj, na vim të ti. Ta shkallëzëm se shkurt. A djalli a ka jetu me ty, a do në banes vetë? Jo, djalli o që ka jetu me mu. Tamam, që shtë shkurt së thisenet. Thuj djalli, i tha shka, jeton banes vetë, o mërzet, dhe këthy me jetu me mu. Jo, djalli të në kohën ka jetu me mu. Edhe nusja? Edhe nusja, mas i vendosi djalli që nuk jeki dorë për i prindve. Tamam. Tani, pyetja tjetër. Pësë gotë, sabër. A ka bo një qa... Po të marko shumë. Fal. Vesh të mos po të marko shumë. Po nuk po mund detaje ty, Allah në gjennet qoftë. Kallëzëm të mund. Thuj reja, nuk po në ngan, i që e unë për pjesë, shkej të shpia. Shku shpit veta e kua? Po vallon shpit vete që e djali. E që e djali. Që sa ka ndodhë kja? Pardje. Mirë. Hajtë që këthejet. Tha që 5 vjetë, ata kanë pas lidhje, the. Po. A e këni feju, a e këni martu? Fejes dhe martes me hoqe kanë bo. Kur? Mëti? Kur para një viti. Dhe me thonë, se më tute, kur thete kanë bashketu, tha që pas kanë shkretu. Po nuk po kesh. Mësë ma thuj kanë bashketu. Mëse për men shperin kanë bashketu, se kje shperin këty në farë rëgachava. Jo e muslimanve. Jo pasha zotin. E qa shto pra? Po i mëtër, s'na ka jeni e musliman, e na musliman. Qfar bashketese? Ne marrëm nuse në bojna për hajre, të shkon dash në hanë me të jeta. Kërësore bëna për hajre qiken dhanërët edhe hec. Desh me def, desh pa def. A kryte? Ja krejtja këna bolla, def e pa def se deshte. A ka thmi? Ju. A ki burrin ti? Po i sholla. Po i sholla, ta rujtë zoti. A ki djem tjerë? Jo veç ta. A veç ta?
Ja veç që to është dritë diell. Ta rujtë zotin, gohë që ta. Po, atë falë djali. Po, pasha zotin, A falet djali nusja? e burre, qikate, nusja e ka njësë masi u bo bashkë me djali. Elhamdulillah, sabër, tamam, moj motër, gohë vlantën, Allah në gjennet qofë. Amin, inshallah aty. Tamam. Selam aleikum. Selam aleikum. Allah Na të për dina se ti e lëndunë dhe çdo nan lëndohet, qashtu është. Po, më qëtëso mas pari që ka kanë qenë të fejuarët, martuare, elhamdulillah, për zotit. Çështja tjetër oj motër. Nëse nusja ka gjelëzu, unë e kam thonë që të disa herë dhe përsëris prap dhe jam mundu mja qunë një farë selami direkt ose indirekt. Djemë dhe vajza. Dijeni se gjelëzia nuk është veç mes artakeve. Ai që ka 2-3 gra. Gjelëzia është edhe mes grave që janë gra pavarësisht çfarë pozite kanë tek djali. Me fjalë tjera, nusja mund të gjelëzoj shumë herë dhe sasi shumë të madhe. Pse ti përdon nonën? Tash me thotë jam, a ma rri nonën temë? Thotë, jo, mërë, pse me të arrit nonën tonë ty bënë, se dua se o rri. E po pse po më thu? Po nga gjelëzia ka. Ku? Më gjelëzë gryja që i du nonën, apo type. Aj me detaj, qa me bo mare? Ose, nona gjelëzën djalin pse për të grunë. Kjo marralla, por ndodhë. Për ata djali do të mi hapë sytë. E me di çfarë nane dhe çfarë gruje ka. Dhe edhe pa e ditë, do të me kuptu natyren e femrave. Këte ke gru, bëme të qka të dush në dhëmë, vetë në dhëmë tane. Të thuj du ma shumë ti, je me mira, je me keqja, që të dush thuj. Për ju para nanës. Dhe, kur je para nanës e para grus, më së jep shumë mas nanës. Dërsa kur je veç me nanën, jepo shumë mas nanës. Kur je veç me gru, jepo shumë mas grus. Kur je veç me nanën, jepo shumë mas nanës. Letë qëtësot nanës e nana, dënë me di dej des. Që djali nuk e qitin në rangë dytë nanën, se ka që me ka në pare e ngrata. Mësua ja, nana të pashtë, nana të pashtë, nana të pashtë, ka nana ty të ka... Nana ka që me kanë edhe numër 1, ma shumë se baba. Që edhe Zoti ka ngrit, që është edhe Zoti ka dhënë çatë, por që dën edhe në praktikë dën që gjithçka do më me vesh vet që un jam manal se baba. Mu du më deshti ma shumë se baba. Anë verduje, inshallah një jetë ai duje, s'ka problem ti. S'ka baba nuk preket, se dën djali nanën. Tamam? Por nana dën që me qenë para nishi tek djali edhe pas martesës. Andaj ke kujdes. Ruja ke dashni nanës, ruja. Dhe njëtën ko, dua e grun tanë, që me e grun tanë, sepse ke jetën me ta, sepse e ke gru dukat, sepse ta ka ndryshu jetën për se mire aja. Dhe prit ka plëcu, gruja plëcën burrin, dhe pritet nesër pas nesër më të bëhe dhe nane e fmive tu. Tani motër se zgatëm shumë. Të gjelëzia ma se përmene, kështu që të tam në ceka këte, ngo vlantën të. Ti ke thënë djalit shumë mirë. Djali jam të shka ku dush, por nanën me se harran o astë harran. Anë ide, ka vimi thanë pra, edhe thuja për të bjerë, nusën ki me marë, po ki me gjithë një banes nga të njeve të ko. Djali ja. Nusja nuk është të keqe. Pas të ka fillu më falë, o bjerë namazë se një madhë. Pas të e musëm ka kur gjë, në më respektof, në më dërof njëre në sajna. Shala të më dë në birë, a jënë pas karaktere, ftyre, dukate, kulture, tjere, nuk më lem pa më respektu. Nashta në fjallër shenë ka një herë, pa nuk e lem pa më respektu, sepse si e banë ftyra, sepse ngushtohet për i teje, e për i vetëve atje, edhe do në fishë se bili lamë më fëtune i se vapë me mu. Andaj djali, jam shka me rënusën, po më ribanes një këtë tjetër, nga të mi. Me ribanes. Dhe veç i pas ka thonë, thuja bet, e nusën më sëllëshani. Më sëllëshani nusën.
Nuk shohet nusja tash për 2-3 fjale, 3-4 fjale. Pastaj ka thonë, që shta ka thonë një familje që tha, pane dhe fjallë gojnë atë, pane dhe karshit, pa dhe ga banin, sa në erunë në zët, pa ka bën raport me zotin, pa nuk ka bën nami. Nuk ka bën nami, pasha zotin se bën nami. Është femen, e ka ndjeni, emocione, prejket, e në ashtë në rëzu pak burnë vetë, tani, ku ta dione? Ose pak është gjeloze vete, po është e mirë, është namazlike, në rrugë zotit, e runë derin, e runë moralin, kujdeset për familje, i bën punë të shpis, qoftë edhe mesatare, këtë nësenet mira, djallin të bën rahat, elhamdulillah, mësel sharin, dhe bija em hajde këtheu, ose dhe djallin jam shka mërë më nusen. Shka mërë ose në grajina, edhe shdo njeri, graja borë ga bojnë, nusen me prunë shpe. Që zda më najtëna, bënjani bani dhe gjikon djallin anës. Po. Profesore, presim telefonatën e fundit për sonte, edhe pse i kemi veç edhe 5 minuta ko. Alo, Roma. Mirë mbrama, mirë serdhet. Mirë mbrama, mirë si u gjej. Deshta me... Po? Deshta me vetë hoxhën, dhe mi thonën që unë jam një dëgjuse rregullt e hoxhës, e respektoj shumë, Faleminderit. i besoj shumë çdo fjalë që e that, po kohëve të fundit jam ka evrej që janë ka bojnë shumë pak pyetje hajgare dhe s'u duket e logjikshme. Do doja të thoja hoxhës, pse nuk po fol ma shumë për nanat që bojnë maltretime fëmijëve, për nanat që bojnë dhunë psiqike dhe fizike fëmijëve, edhe një video, kum pas një, jo konflikt, po një bisedë me një gru tjetër, që ma ka gjetë një video, ose ka shkputës e diçka po, ku njët hoxha të thonë fëmija rrehet. Që ka thonë? Dhe është të vërtet ajo, se unë e di që fëmija rrehet veç për namaz, nuk e di pse që fëmija e lejon islamin me rrej, nana fëmijën për gjëra tjera. Dhe është të vërtet ajo, se unë e di që fëmija rrehet veç për namaz. Që fëmija e lejon islamin me rrej, nana fëmijën për gjëra tjera. E qartë. Faleminderit. Edhe do doja një pyetje tjetër, këto nana, do me thonën që i thët vetit nanë, në botën tjetër a ka me thonë përgjithësi për fëmijën. E qartë, faleminderit shumë. Natën e mirë gjithë mirat. Ty betash. Faleminderit pekshi për dhe për këshillën e motrës, po, atërisht, Zotin nderoft, të rujt. Nuk e di, a kam folë temë, por ke di që kemi cekur. Kër kem folë për mënyrën e edukimit, se në andët me duku e vladën, kemi më kujtohen tash, dhe më kujtu ma gjatë, më bi shumë sene, men. Për shembull kemi thonë, nëse një nanë nuk në gjendje me bësavën dhe fëmi, pse bën fëmijun? Pse bën? Dikur nuk jemi të gatshme me kanë nanë, mi bajt përgjithësitë e një nanë, mëse bët fëmijun heq. Thuj që ati burë që në marrë shmu, vesh për trupin tem, si gru merrëm, fëmijës të bëj. Dunë për kështu vetës tem dhe ty. Ndash, bërëm, zdeshte, shka me rëkantush. Por të këto s'pja thu. Po bosh groj ti. Dhe ligjet zotet jenë me bojnë nanë pastaj. Dhe kër bosh nanë, goja veshën vesh. Ankesat, brim, piskam, tu të gjithë fëmija huja ata në tut. Pse më të rështë? E s'ke që e bën tani, që shtaj fjallë, s'ke që e bën gomaret, e më shë samaret. Apo nuk di që që thojnë fjallë e urtë. Dhe këtë s'ke që e bën tani burët e tjerë, e më shë thmisë. Ma marë se gjenapi i zotit, marë. Ma marë se sa bje është taj marë, se për të vret i madhe, zëtë për të vret. Kështë që kemë folë, por temë të veçanë nuk e di, s'le që tjetë, pyetja është e mirë, kërkesa është në vend, po nanë që të rimotër, të pakten atë nanat që bojnë dhunë dhe fëmijë nuk jenë të shumëta. Të mund të thua është ka, mirë dhe ka, ti një 2 a 3 një,
po nuk janë 200, 300, 500. Mund t'jetë 10, 15, 20, 9, 30. Edhe ato herë ose ngafa ose papakujdesi ose mund do nga një herë. E në rozën vjerë atja burre, konatat, e tani nga rata që vët atje dhe shurire të thmijeshke. Tani bje peshmani kam të kuku për mu pëse reja thmine pëse bërë. Po ndodhe këtë sene, që ashtu është. Çështja tjetër, a ka përgjithësi nana ndaj fëmijëve dhe a kam përgjigj në ditë kiametit qyshja i motër. Qështë kam përgjigj? Asë që diskutohet e punë. Çdo njeri, kullukum rajin o kullukum mes'ulun an ra'iyati. Çdo kush prej jush. Çdo kush prej jush. Është hadithi i parë që fillon me Buhariu sahihin e vet. Çdo kush prej jush është përgjegjës për diçka, për atë që është besuar dhe ka më pyet për të ditën e kiametit. Ti e përgjegjës për fëmijët e tu me edukatën. Nana e për edukatën. Baba e jep edukat, ma pak se nana. Baba ma shumë nga anë ekonomike. Dëse nga anë edukative është nana. Që s'kam përgjigjë nana për e blat, do 13 vjetë fëmija nuk jam se namazin. Qysh nuk përgjigjet nana për e vajzën e vetë, vajza hin moshën madhore, ka bët 13, 14, 15, 16, 17 vjetë, vend që me thanoj, bia jam të ka më mluthet, bia, të ka bët trupi mirë ty, të rënë mirë miniqe. Kujna pëthuë, qike sa, jetë vraftë i madhe, zëtë vraftë me thanë, se ka me të vrave shkret. Po qysh e thu qikës të tash, qëfar dukat e kjo është? Allah e të zoftë të drejtoft, ja rabi ma mirë me thanë, sa me të nemë. Allah të zotë drejtoft. Dhe mos më përgjishke para zotit ta, ja më rëzbate e punë. Sigur se e nana tjetër e cila kanë, natën lutet, ditën i ringat i vladit, qikës e djallit qika jam, më si këqyrë shoqe tua, se zaman e likoh e lik, nana të pas, beshë mirë, e mos shka më shështë një të keqe, e mos shka rrugve, hajde të shpija me nërë ma shkollës, a i ke përgjigje, shpërblehet, pa dhe kje dënohet, pa tjetër, Allah në arruajt, oj, motër me sele madhe me duku thmina, me sele madhe, me sele për ata, pëse ka orë në hadith, ajo nana e babë të dëtë që dukojnë vajzat e veta, bojnë sabër dhe ty dhe dukojnë, hynë në gjenet. Për dire sa ka shpërblim, ka dhe ndëshkem, në të kondër të në Allah në arruajt. Po. Amen. Në këto rrethana të vështira shoqërore, profesor, faleminderit shumë për kohën, Zotit nderoft. I falenderojmë edhe të gjithë ata që ishin pranë ekraneve dhe ndajtën kohën për emisionin tonë. Deri javën tjetër, Zoti ju rujt. Selam aleikum.